kryetari i kuvendit. Së pari kërkesa është e formuluar gabim, e përpasoj nuk mund të merret në konsiderat. Nga deputeti që mori fjalën në emër të kërkuesve, nuk dëgjuam asnjë argument që ka të bëjë me kërkesën. Kërkesa nga grupi ynë parlamentar do të rrëzohet. Kemi pasur një diskutim të gjatë në konferencën e kryetarëve, ku vetë deputetët kanë kërkuar që këto iniciativa ligjore të shqyrtohen me përparësi. Nuk dëgjuam asnjë argument lidhur me kërkesën. Sa i përket çështjeve të tjera që u parashtruan këtu. I fundit në këtë sallë që mund të flasin në emër të protestuesve është ky pelikani këtu. I fundit. Lutem zoti Balla. Dakor. Dhe nëse do të zbatosh, unë të sfidoj, Sali Berisha, unë të sfidoj. Sot pas dite shkon protest. Shkon do të protest. Provoje po ta mbajti. Ndërkohë që personalisht nga ana e protestuesve meritoj një falënderim, sepse kam kontribuar për një prej kërkesave të protestuesve. Protestuesit ton Sali Berisha në burg, unë e kam bërë një kallëzim për ty. Dhe i ftoj protestuesit ta marrin në shqyrtim. Qesharak më të mëdhenj. E mbani mend, ditën e parë të protestës, i quajte sikur i kemi nxjerrë ne protestuesit. The kështu apo jo? Ditën e dytë protestës the që je kundër protestës. Ndërkohë që sot del zotrote, jam përfaqësues i protestës. Edhe t'ju them të drejtën, pash një gjë shumë qesharake në Bruksel, se pas dhe disa që tha, kemi ardhur këtu në Bruksel për të sjellë kërkesat e protestuesve. Or kush ju ka mandatuar ju një? Në marrëdhënie me ata djemtë dhe vajzat, ne s'kemi nevojë për ty për interlokutor. Ta dish të. Fare, i fundit je ti që mund na bësh ne ndërmjetësin me protestuesit. Prandaj ulu këtu, uli edhe këta se lenam. Faleminderit shumë.